sa i përket ndriçimit edhe trotuarit, sa i përket kësaj rruge? Po, shumë bukur, shumë mirë kanë rregulluar trotuarin, po ndriçimi është shumë i mirë, super është. Vetëm një ankesë kem që rruga Bresas-Gilan është e dëmtuar tejmose. Do të thotë këto po ndalim vetë njerët të përurojmë rrugën, të përurojmë që to dhe tani ndalim edhe të ankesa tjetër. Po më intereson me ditë sa keni qëndru si banor pa ndriçim edhe pas trotuar. Po, ndriçim s'ka pas kur. S'ka pas asnjë. Ja, kur. Ja, jo, as ndriçim, as trotuar nuk ka pas. Tashni po super është. Edhe ndriçimi edhe trotuari janë super. I kanë rregulluar. Po, i kanë rregulluar shumë mirë kanë bërë këtë punë. Lorenta mundesh me super, sidomos për fëmijë shembull për trotuar zoncat. Ka shkojnë këtu para pinive shembull, kjo është shumë e mirë. Sa i përket, po më intereson me ditë edhe pjesën tjetër që the e keni edhe një ankesë edhe një probleme. Aq sa di edhe mora vesh, do të thotë Gilani ka 2 fshatrat më të mëdhej, Brisalcin edhe Zhegrën. Do të thotë janë fshatrat më të mëdha në këtë komunë. Edhe në komunë të Gilanit mungon rruga për me ardhur deri në Brisalc, do të thotë. Po, është e shkatruar, është rruga po është e shkatruar. Bresas-Gilan është e shkatruar. Pe Bresasit ato të kanë bërda është e rregulluar, ama te Gilan është e shkatruar shumë. E shkatruar. Shumë e shkatruar, shumë grupa të mëdha ka. Apo bën dëmtime të veturave apo? Po, edhe se grupa të mëdha. Po keni problem do të thotë me? Po, në problem shumë. Shumë problem është. Një numër që problemi e gati thosë numër ne është këy. Që kjo rrugë po. Rruga kryesore. Bresas-Gilan po, jo, s'është. A keni bën ankesa, kërkesa? Vallai jo, s'kam bën se ndoshta kishin marrë mos apo se di sa kam bën. Po. Nuk e di vallai, po. Ama okej, tash edhe rrugën atje kena me trajtu si çështjen e emision me artën, po gëzona shumë që ma në fund pas këtë pas drita edhe e ceke ma herët që në ora 2 të natës kanë ardhur kanë Po, shumë mire kanë drejtë to, super, bile që a borën të jam kejtë ndryshim, do me thonë kejtë është se kënë qytet Gilan njëjtë. Po, ja me drita e me tretuar jemi shumë të knaqur. Po arta se më ka shru arta në më shkrujti arta moderatorja në telefon për me bo storje edhe me ndova që mos bodon me të pyet diçka e nuk është të më bo mu do gjusja. Tjetër qka përveç rrugës, qka ju mungon juve në këtë fshat? Nëse llojësia si na mungon, po ku më di sa tepër atë mirë është, po ai na mungon, ama kena edhe kushte tjera, i kena edhe tjetër ka me ujësi, atë kështu bëno